Jemi këtu para vendit ku po rinumërojnë votat. Në fakt kam qenë kandidati i parë në Republikën e Shqipërisë që kam kërkuar rinumërim, po jam totalisht i zhgënjur nga kasi dhe nga mënyra se si këta kanë vendosur për me na i qujt neve votat e pavlefshme. Siç e shikoni. Po patjetër, Durrësi do hapej sot në orën 3, ndërkohë marrim vesh që do hapet nesër në orën 9. Është Partisë Demokratike sipas KAS-së. Kjo nuk ka rëndësi fare. Unë këtu jam për një çështje totalisht tjetër. Nuk jam kur do hapet Durrësi, se Durrësin e kam kërkuar unë që të hapet dhe kam qenë kandidati i parë. Shqetësimi im është shumë i thjeshtë. Po na shpallin votat pavlefshme në një mënyrë totalisht çuditshme. Është një vendimarrje e KAS-it, e cila është e pakuptueshme, me sa duket ju kemi prish pushimet dhe janë shqetësuar dhe për këtë arsye për tu hakmarrë ndaj nesh, kanë zgjedhur për me na i qujt votat pavlefshme, kur vullneti i qytetarëve ka qenë totalisht i qartë. Na del këtu që kandidat caktuar i hiqen 131 vota, 200 vota. Nuk e kam fjalën për ata që kanë manipuluar vota. E kam fjalën për ata njerëz që kanë qenë vullneti i tyre shumë i qartë për votën e tyre dhe këta ja qyjnë në mënyrë çuditshme vot pavlefshme dhe i bie që ne jemi hajdut votash. Kjo protestë sot do ta them, kjo protestë sot është pikërisht këmban alarmi për atë që do të ndodhë nesër. Unë i bëj thirrje KAS-it që nesër në orën 9 të mëngjesit vota të tilla që shikoni pas shpinës time, që unë i kam marrë nga videot që ja kam marrë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, siç kemi edhe këtë votën këtu me tik, shikojeni. Ajo është një votë, po ja mund ta marr këtu live. Shikoni, kjo është një votë që me standardin e KAS-it quhet e pavlefshme. Tani le t'ja lejmë publiku ta vlerësoj. Pra shikoni këtu. Kjo është një votë për Partinë Demokratike dhe për kandidatin Aulon Kalaja. Me qenë se tiku që ka vendosur qytetari ka dalë jashtë kutisë, atëherë këtu mund kemi vendimarrje të KAS-it që kjo votë është e pavlefshme. Kemi edhe kazuse të tjera, njerëz që kanë votuar vetëm mbi emrin, ose për shembull e kanë vënë shenjën X jo këtu, po e kanë vënë këtu te emri Aulon Kalaja. Ajo ka qenë për të gjithë. Po kjo është një vendimarrje që unë e kundërshton absolutisht po. Absolutisht po, sepse kështu do krijohet perceptimi publik që neve kemi vjedh vota. Ndërkohë nuk është kjo ajo që kemi bërë ne. Unë jam kandidat që as kam ble vota dhe as kam vjedh vota. Dhe këtë do ta vërtetoj rinumërimi nesër. Pamjet filmike që ne kemi parë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vërtetojnë që këto vota do na quhen të pavlefshme sipas tyre. Ndërkohë këta janë të vlefshme si në Krujë, si në Durrës apo dhe si në Tiranë kur hapet procesi i votave të emigrantëve. Dhe çështja e dytë që un kam dalë këtu sot është pikërisht kërkesa që kam bërë ndaj KAS-it dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që nuk mundet që ju të hapni vetëm kutit. Duhet të hapni videot. Ne kemi marr videot, kemi parë videot dhe nga video ka ndodhur dy numërime. Numërimi i parë për subjekte politike dhe numërimi i dytë ka ndodhur pikërisht për kandidatët. Tani çka ka ndodhur? Mua personalisht si Aulon Kalaja më është transferu vota